Nderim special për Nedim Bajramin në vendlindjen e tij Tetovën, futbollistit të kombëtarës shqiptare, është dedikuar një murale gjigante në qytetin e Tetovës, teksa kryetari i bashkisë Bilal Kasami ka nderuar Nedim Bajramin mes shumë të pranishmëve. Në muralin e madh është i pikturuar Nedim Bajrami përgjatë Euro 2024 me fanellën e Shqipërisë. I pikturuar është episodi kur ai shënoi Italisë brenda 23 sekondave në Dortmund. Nedim Bajrami, djali i Tetovës dhe krenaria e shqiptarëve, sot mori vendin që i takon në zemrën e qytetit të vet, një mural me zemër dhe një zemër kuqezi, shkruan kryetari i bashkisë së Tetovës në Facebook.